Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Pas dështimit të përsëritur për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës Albulena Axhiu, deputetja e lëvizjeve vendosje dhe kandidate për këtë postë, deklaroi se refuzimi i kandidaturës së saj është pasojë e qëndrimeve opozitare. Ajo sqaroi se sipas kushtetutës dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, vetëm partia fituese ka të drejtë të propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit. Është në diskrecion të lëvizjes vendosje të propozojë kandidatin, jo të partive të tjera, theksoi Axhiu, duke shtuar se refuzimi i emrit të saj është pasojë e qëndrimeve opozitare. Duke folur për kritika se është figurë përçarës, Axhiu tha se këto etiketime vijnë për shkak të angazhimeve të saj kundër marrëveshjeve që sipas saj kanë dëmtuar intereset e qytetarëve të Republikës Kosovës. Bota. Rikthehet energjia në disa zona në Spanjë, Portugali dhe Francën Jugore. Sipas Agjencisë së Bashkimit Evropian për Sigurinë e Informacionit, ENISA, hetimet fillestare për shkakun e ndërprerjeve të energjisë elektrike në Spanjë, Portugali dhe Francën Jugore kanë treguar se ka pasur një problem teknik edhe jo një sulm kibernetik. Në njoftim thuhet se hetimi deri më sot duket se tregon se është një çështje teknike ose e kablove. Megjithatë, po monitorohet nga afër situata dhe jemi në kontakt me autoritetet kompetente në nivel kombëtar dhe komunitar. Edhe kryeministri portugez deklaroi se nuk ka tregues për sulm kibernetik. Nuk ka asnjë tregues se ndërprerja e energjisë elektrike që preku kryesisht Spanjën dhe Portugalin ishte shkaktuar nga një sulm kibernetik, apeloi Luis Montenegro. Kaos dhe vjedhje ishin pasojat e ndërprerjes së energjisë elektrike në disa zona në Europë. Rreth një orë pas ndërprerjes së energjisë në Spanjë, Google Maps tregoi nivele zonash të kuqe të trafikut në rrugë të gjata të rrugëve kryesore në disa qytete. Shumë kompani vendosën të dërgojnë punonësit e tyre në shtëpi për shkak të pamundësisë për të vazhduar ditën e tyre të punës. Krahas asaj, u raportua për plaçkitje kryesisht në supermarkete dhe bizneset me hapësira dhe frekuentim të madh. Vjedhje masive në supermarkete dhe disa dyqane u raportuan si pasojë e errësirës dhe kaosit krijuar. Ndërprerjet e energjisë ushtri në Portugali, Francë dhe të gjithë Spanjën, Andorrën dhe vende të tjera të botës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës reagojnë pas propozimit të udhëheqësit Kremlinit Vladimir Putin për një armë pushim të planifikuar për të përkuar me ditën e fitores. Zëdhënësia e presidentit të SBA-s, Caroline Leavitt, tha se Trump dëshiron një armë pushim të përhershëm. Presidenti e ka bërë të qartë se dëshiron të shohë së pari një armë pushim për të ndaluar vrasjet, për të ndaluar gjakderdhjen, tha Caroline Leavitt. Zëdhënësia e Shtëpisë së Bardhë informoi se ndërsa Trump mbetet optimist se mund të arrihet një marrëveshje, ai gjithashtu po tregohet realist dhe të dy udhëheqësit duhet të ulen në tryezë për të negociuar një rrugdalje nga kjo situatë. Rusia thotë se është e gatshme për të angazhuar negociata të drejtë për drejta me Ukrainën. Megjithatë, ajo tha se njëja ndërkombëtare e kontrollit të saj mbi 5 rajonit të Ukrainës përfshi Krimen është imperative për zgjidhjen e konfliktit. Ne mbetemi të hapur për negociata, por topi nuk është në fushën tonë. Kievi nuk ka treguar gatishmëri për negociata deri më sot, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në një intervistë për të përditshme braziliane O Globo. Vërejtët erdhën pasi presidenti i SBA-s Donald Trump i kërkoi Rusisë të bindet dakord për një armë pushim dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mund të konsiderojë heqjen dorë nga Krimeja si pjesë e një zgjidhje. Një ide që Zelensky ka hedhur më herët poshtë. Lavrov përsëriti qëndrimin e Moskës se Ukraina nuk mund të bashkohet me NATO-n dhe duhet të riafirmojë statusin e saj neutral dhe të paangazhuar. Varshava mohon informacionet për një zvogëlim të pranisë së tyre ushtarake në Poloni dhe vende të tjera në krahun lindor të NATO-s. Në intervistë për Euronews, presidenti polak Andrzej Duda ripovoi se trupat amerikane mbeten një pjesë e qëndrueshme e infrastrukturës mbrojtëse të Polonisë dhe se prania e tyre nuk po dobësohet, por po evolon. Ka disa mijëra ushtarë amerikanë në territorin tonë gjatë kësaj kohe, rreth 10.000, dhe ky bashkëpunim është i ngushtë, i vazhdueshëm dhe po forcohet, ndaj nuk kam dyshime të tilla, tha Duda. Ai garantoi se do ta bind presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ketë sa më shumë nga këto njësi amerikane këtu në mënyrë që të garantojnë sigurinë në një masë edhe më të madhe. Andaj Duda është i qartë në këndvështrimin e tij se krahu lindor i NATO-s nuk po dobësohet, por po i nështrohet rregullimeve rutinë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.